Pas suprimimit të dhunshëm të autonomisë së Kosovës nga Serbia, regjimi i Beogradit vazhdoi të ushtrojë dhunë terror sistematik shtetëror ndaj shqiptarëve në Kosovë, në kundërshtim të fuqishëm të veprimeve të këtij regjimi, si asnjëherë më parë, rinia, sidomos ajo studentore, klasa punëtore dhe populli shqiptar në mbar Kosovën nuk heshtën. U ngretën në protesta dhe demonstrata duke kërkuar liri, barazi dhe demokraci. Me këtë moto, djemt dhe vashat e Llapushës organizuan protesta e demonstrata edhe në Malishev. Si që dini, Llapusha me vazhdimsi ka qenë pjesë e proceseve të rëndësishme kombëtare, televizive të gjatë kohës komunizmit, ka qenë stërje shumë adhetarëve, ka qenë dhjetra djemë me vajzat tona të reja që kanë në përbuzjet e Serbisë, aktiviteti politik kundër pushtetit Jugosllav asnjëherë s'ka ndalur në Llapushë. Natyrisht ku gjithmonë Kosovë vitet 88-89 karakterizohen në një rezgjim të fuqishëm të popullit të Kosovës në atë kohë, në kundërshtim të politikave hegemoniste që po vinin nga Miloševići dhe kishte ardhur në pushtet në atë kohë. Prandaj edhe ngjarjet e janarit vitit 1990 nuk mundemi po të shkputura nga ato që kanë ndodhur në 1988-89. Protesta gjithë popullore, pastaj solidarizimi me minatorët, greva e minatorëve. Populli i Malishevës ka qenë fuqishëm në mbështetjet e demonstratave të studentëve dhe të minatorëve. Vitin 89-90 dhuna serbe është përshkallëzuar në Kosovë, edhe në Malishev gjithashtu. Prandaj ka pas demonstrime kundër Serbisë, kundër dhunës serbe, që kanë qenë shumë të fuqishme në Malishev, me datën 28, 29 dhe 30. Ndër protestat më masovike ishte ajo që u mbajt më 29 janar të vitit 1990, ku morën pjesë disa mijëra qytetarë të mbar Llapushës. Kështu, ju bë me dije Beogradit dhe shërbëtorëve të tyre në Prishtinë se populli i Kosovës nuk do rënte në përkëmbët, por me vendosmëri do të kërkojë të drejtat e veta të plota. Na ishim një grup studentëve në Prishtinë, dhe na morëm vendim që të vina dhe në Malishev dhe të bëjmë organizimin e protestave dhe demonstratave. Në emër të grupit të rinjve student nga komuna jonë. Në janar të 1990, pas protestit madhe në Prishtinë, ne atëherë si student e aktivist, jemi shpërndar nga Prishtina pas ndërhyrjes brutale të policisë jugoslave, jemi shpërndar në qendrat tona komunale. Dhe ne një grup studentës kemi shkuar në Malishev dhe kemi filluar organizimin dhe shpërndarjen e atyre protestave në komuna. Me kërkesë atëherë të zyrtarit lart, Xhamaili Bojra, personalisht unë kam hyrë në institucion dhe kam lexuar kërkesat e kohës, që edhe Kosovës mos t'i shkilen drejtat, po të ketë drejtat si gjitha republika tjera të ish Jugosllavisë. Unë dhe Rez Kastrati jemi marrë vesh që ne të kontaktojmë me demonstrues, të bisedojmë me ta, të marrim kërkesat, edhe kanë qenë kërkesa shumë të drejta. Kemi dalë, kemi biseduar përmes altoparlanteve me popullatën, edhe i kemi deklaruar popullatës se gjitha kërkesat e juaja do t'i përcjellëm në nivelet më të larta. Në balë të demonstratave ishin të rinjët Alidin Kryeziu, Hysni Mazreku, me shumë mbështetës të tyre nga fshatrat e Llapushës. Alidin Kryeziu, 28 vjeçar nga familja e njohur adhetare e Shaqirrazizve nga Bubaveci, kishte marrë pjesë në mënyrë aktive edhe në demonstratat e pranverës së vitit 1981, 82, 83, 88 dhe 89 në Prishtinë, Kiev, Drenas, Podujev, Ferizaj e qytetet të tjera të Kosovës. Aleu si i ri ka qenë i kalitur me ide adhetare, që ishte gjimnazist, ka marrë pjesë në të gjitha demonstratat e atëhershme të organizuara nga të dhe të nishi. Parollat e të dhe të nishës ku i në shkru, Alia ka marrë pjesë edhe në ato shkresat parollave atër që ja ku e sensibilizume. Kur nuk është nolë, ka pas vullnet tjerë zakonshëm. Për shkak të kësaj veprimtarie, ai ndiqej nga policia serbe dhe ishte detyruar që të largohej nga Kosova dhe të veprojë ilegalisht në Sloveni. Prej nga në prill të vitit 1989, kthehet sërish në Kosovë për të organizuar demonstratat e tjera edhe në Malishev.
Ndërkaq, Hysne Abdullah Mazreku, 17 vjeçar, nxënës i dalluar i klasës së 3 të gjimnazit të Malishevës, i edukuar me virtyte të larta adetare nga gjyshi i tij Urt Fetahu, Xhaxhai Ramizi, martir i lirisë, i vrarë nga forcat serbe gjatë luftës, dhe babai Abdullahu e nëna Hanum Shahja ishte shumë aktiv në demonstratat kundër regjimit serb. Se ke Republika njëtë smirët, Republika në shpes smirët, parë ziku se lënvi që kërëshishëm. Zvike heshtë një natë për para, që të fjallja thamë, tha unë snëllët. Ka qenë me të vërtet një nxënës i përgatitur, i aftë, nxënës i shkëlqyshëm, po nxënës aktiv, që të cilët në një mënyrë se tjetër në atë kohë të hershme, trenisë tyre të hershme, ju është parashtruar nevoja për aktivitete, e siç kanë qenë protestat e atësaj kohe. Më 30 janar të vitit 1990, shumë të rinj dhe të reja dhe qytetar të gjitha shtresave të fshatrave të komunës së Malishevës, rreth orës 12, kishin filluar të grumbulloheshin në këtë qytet për të vazhduar në mënyrë të qetë protestat e tyre. Me 30 janar u të bumë në përsërin për mbledhje, për të bim. Mirë po, policisë speciale të Beogradit i kishte penguar edhe kjo mënyrë e protestimit dhe me çdo kusht u munduan ta shtypin zërin kryengritës të rini son. Erdhen forcat serbe, këtu me autoblind dhe me pjesgavera, para stacionit policisë janal, dhe kanë morë rrugën drejt për Kiev. Pas asaj kohë, dikon rreth 1 orë, s'ka gjatë ma shumë, ka hora 12 e diçka jenë këthy. Une, Sali Krasiqi dhe Xhemali Bajra i ndjerë, kemi qenë në zyren time, duke biseduar për ngjarjen e datës 29 që ka lejë shumë bukur. Edhe në ato momente kemi ndëgjuar të shkrepuna armësh. Këto në bashkën e Kryqin këtu, kanë fillu me gjuhë. Edhe në drejtim tonin kanë gjuhë, ato kam jetë për moment, kam jetë Hysne Mazreku i vrarë në ven ato, e unë kam jetë i plagosën. E tjertë avnia për fatë mira e ka pështu. Unë isha afër stacionit policisë. Kur bon krismat, u të mbarum gjithë. Ata kanë gjuhë në drejtim tonin që turma që shka qenë. Pa prit mas qepe shë, Ali Kurizion. Kur i më thy mrapa e kumë po që Alive ka kap gjoksin me dorë. Ngava, sa ma shpet me forcën teme. Edhe e kumë ditë që ato plumi e ka morë gjithsesi. Ka mesi ditës, mora lajmin që nga vllaznim Kryziu që Ali është vra. Unë kam qenë me Sobi Kyqin, me Mosle Hamzë Mazrekun në Prishtinë dhe në të kthyer në hyrjet e Malishevës kemi po njerëz që kanë vrapu varave, të tmerruar, të trishtuar nga krismat, nga plagosjet, nga vrasjet që kishin ndodhur në atë moment. Mendimin e qytetarëve, por edhe me angazhimin e stafit mjekësor, prezent aty, kemi arritë që të marrim gjitha masat që të transportohen të plagosurit. Kemi morë Aliun, me doktor Azizin e kemi fut në kerë të ambulantës, Hysnimin e kemi fut kipet kirit, makinës të ambulantës, se s'ka pos ven. Bashkë me familjarë, i kemi drejtim Gjakovës për çështje sigurie. Në fshatin e Sozop, aty ku në atë kohë funksionon të ambulanta shëndetësore, kom dalë kerrin, edhe kom shku në ambulantë, e kom thirrë doktorin Qerim Moxhën, ka ardhur doktori edhe me ka verifiku vdekjen, edhe të Hysnil, edhe të Alit. Qerimi aty dulaj më dhumë në dhoni dim, edhe nash në shikri, tha djem, bonit fort, tha se këj nuk ka dek vetëm për juve, po ka dek për tërë popullin e Kosovës. Aliu ka qenë, ka pas 12 plomë më drogë. Ka qenë rast shumë miron, rast për neve ka qenë diçka një tragedi. Këtë lajmë e pritëm me dhimbje, po Aliu ka rabër, mos me vdek kur. Hysniu është vrarë me një plomë. Edhe fatkeqësisht ka qenë vdekje prus, parasysh se ka qenë në gjendje zemrës. Na jemi unë me hongër bukë që tu për para, kur ka djali Mixhës Haxhi Zeqës, tha Hysnia u vrarë.
24 orë s'na pronte as me po, heq një 3 herë. Edhe shkrej. U pra, do të me bë gajret, që me bë. Vrasja e sni mas rekot, në zanë si tonë, po edhe ta liut, po bavesti kemi përjetu, si të thamë, si kurse me pas antarë ma tepër se sa të familjes tonë. Atë ditu plagosëm edhe 10 protestues nga Malisheva, Bubaveci, Banja, Dragobili, Magjara, Mirusha, Drenoci, Turjaka, Belanica, Ljubishda, Ladrovici dhe fshatrat të tjera. Kur arritëm këtu, një konvoj me një autoblind erdhë, duke gjuhë rafal të pandërprerë. Tamam kemi desh më nisë për Malishev, në ka lajmi si janë të vrarë gjilin Malishev. Edhe ne kemi qëndru këtu dhe kemi marrë atë bindjen që dhe të shkojmë në atë të desim me shokët e tonë, Malishev si të tonë shokët. Psova goditin e parë këtu. I zeti u godit në kampë, e djatë ranë tu. Unë kalova këtu ishte një shitore, këtu ishte një qajtore, një strehem, po i zeti për shatari met i shtirë. Prapim këthy mi dhonë dim. Pas taj goditit dyta i ko marë këtu dikon pjesë shpinës. Ne dikun janë 1000 vetë i ka protestus, këtu, në këtë rrugën kësade, edhe tani kujna ndesh me ta, na kanë gjujtë bërë, ne kena kalu rrugën me 1 për tjetë. Edhe mu më ka rokë plumin në atë moment, im konë dërë personat ma të lëndu më ranë. Mu më Malishevës, edhe tani aty janë orë shokët, më kanë marë me kerë, fatmirësisht ka qëllu një taksist i fshatit tonë në Zebegaj, e falendrej shumë. Në qatë moment më ka marë, më ka hybë në kerë edhe gzim shala, edhe ishëm general shkollë bashkë, në prejnë ti më ka ullë, edhe më ka njësë për Malishevë. Ku kemi mërinë Malishevë të kryqi, na kanë thonë që nëse qoni në ambulancën, në ambulancë ashtë e mushur me të plagosur dhe vdekur. Aty kur him, pas trupat e pajet në koridor të shëndetësis, të ambulancës së sekua, neve në dha një intervenim të shëtë shpejt. Sa një desko, një rushdije krasni që atë e ku që në kam falbit për tyre. U ba aty si luft, se luftën që atëherë se kena pas përjetue, qka kanë qenë për këto, i kemi shëruna, qka kanë qenë rastet të randa, i kemi përcjell për Prishtinë. Unë të këtjerti, kom rrinë Prishtinë, kom pos vedije. Aty në urgjencë, më kanë marë mjekët, po tani më në kom pos vedije, po më kanë të regu që për qatë moment më kanë qunë në kapelën, gjatë që unë jam i vdekër. Po, e kemë pas një këtu bashkëfratar tonin, që ka punu aty Azerbegën. Ka ardhëm, po mu aty, i ka thirë profesorin nga zmendin, edhe më ka qunë salt operacionit. Edhe operacioni kishë pas gjatë dikun 7-8 orë aty. Edhe më kanë këthy jetën. Janë orë të institucionet tona komunale, ne kanë thonë që i keni përkrahjen tonë, mësë mërziti, kanë shku të familja, të krejti, kanë thonë që gjitha sen jemi me juve, me një fjalë. Një ngjarje dhimbshme për gjithë ne, sepse kanë vrarë 2 aktivistë të lëvizjes atëhershme. Aleu ka qenë një djalë i cili ka ardhur nga një familje patriotike dhe një aktivisti i përditshëm i shqiptarëve për të drejtat, për lirinë, për Republikën e Kosovës, kërkesat cilat kanë qenë të asaj periudhe. Po ashtu edhe Hesniu që vjen nga një familje e ndershme dhe e madhe e Malishevës, kanë rrahur 2 djemë, 3 cilët për familjet ka qenë humbje, po për ne kanë qenë frymëzim edhe një shtytje dhe më e madhe ka ndodhur te natë të gjithë bashkëvendasit e tyre që edhe ma fuqishëm na të vazhdojnë me kërkesat tona. Derisa në qendrat e komunave të tjera të Kosovës vriteshin protestuesi shqiptar dhe udhëheqjet e tyre nuk reagonin fare ndaj dhunës e terrorit të Serbisë, udhëheqësit e komunës së Malishevës mbrojtën kërkesat e drejta gjithëpopullore për barazi dhe kundërshtuan fuqishëm veprimet e tilla, duke kërkuar të bëhen hetime nga ekspertët e mjekësisë ligjore dhe të merren në përgjegjësi ata që urdhëruan dhe shtin birinin shqiptare. Edhe Xhebajlia, edhe Dauti, edhe Regja atëherë ishin kam gurse, ishim të bashkuar në drejtim të gjithë, edhe delegatë dhe e kishim një qendrim përbashkë të gjithë mbrojtjen e jashtëveton edhe kërkesën që zbuluhen rastet. Ne dëshirojmë ndenim kush po na vret.
Pas ndodhjes së kësaj masakre në Malishev, jemi organizuar si udhëheqës të komunës atëherë. Kemi biseduar me zveti dhe kemi gjykuar këtë rast si të paprecedent, si rast shumë të rënd, që ka bërë policia serbe dhe jugoslave atëherë. Po atë ditë, pas dite kemi shkuar në Prishtinë dhe kemi bërë përpjekje që të kontaktojmë me kryesinë e Kosovës, me kuvendin e Kosovës, edhe në komitetin e atëhershëm të Kosovës. Jemi takuar në komitetin krajnor me Ramon Morinën, vetëm kemi kërkuar që ju si organe keni përgjegjësi ta definoni kush vrau në Malishev. Kemi ardhur rrugës dhe të jemi bërë gati që të nesërmen të japim dorëheqje për këta që na ndodhin në Malishev, si shenjë për me u tregu popullatës se na nuk jemi ata që kemi gisht në vrasjen e madhe, në tragedinë e madhe në Malishev. Gjemajlia është ai që na bindi se nëse ju jepni dorëheqje, çdo gjë do të përfundojë dhe gjaku i tyre nuk do të shëndrit për shka dha e gjak. Edhe ne aty për aty kemi ndruar mendimin edhe kemi thënë që të gjithë, edhe nëse na kushton me kokë, do të jemi gatshëm që zërin edhe gjakun e Aliut e të Hysniut ta ngrisim sa më lart. Gjithë kolegët, edhe Reç Kastrati, Xhamali Bajra, Sali Krasniqi e të tjerët, me plësimet që i kemi bërë, e kemi dhënë kontesën. Të cilin rast e kualifikum si krim ndaj qytetarëve, krim ndaj njerëzve të pafajshëm në komunën e Malishevës. Ashtu siç po pretendon Serbia si paraqet që janë shqiptarët separatistë, irredentistë e kriminal, nuk është e vërtetë, po kërkohet liri, demokraci, pavarësi, ndërsa kriminal janë policia serbe që i ka vrarë shtetarët e Malishevës. Të gjitha mediat e atëhershme të Kosovës, Radio Televizioni Prishtinës, Gazeta Rilindja, Revista Zëri, por edhe mediat botërore, raportuan në mënyrë profesionale lidhur me vrasjen e të rinjve në Malishev dhe reagimin e ashpër të udhëheqjes së atëhershme të komunës së Malishevës ndaj terrorit të policisë serbe mbi shqiptarët. After the tragedy in Malisheva on February 1, thousands of people, men and women, young people, citizens of all ages, went there to express their condolences to the parents and relatives of the victims. Their faces reflect pain and indignation. Ka pas një vërshim të madh të gazetarëve të të gjitha agjencive, po kryesore ka qenë televizioni i Prishtinës, dhe në rastin e shpalljes së kontesës zyrtare nga organet ekzekutive të komunës së Malishevës, në zyrën tjetër më njerë kemi dalë me gazetarë, me përfaqësues të medjave, të Radio Televizionit të Prishtinës, të Zërit Amerikës dhe të agjencive tjera të botës, të cilat ishin të interesuar të dinë për rastin e tragjedisë në Malishev. Nga kjo ngjarje, me gjithë censurën, për televizionin e Prishtinës ka raportuar guximshëm edhe autori i këtij dokumentari. Nga arkivi të Prishtinës po e shkëpusim një fragment nga biseda e tij me njërin nga udhëheqësit e komunës së Malishevës në janar të vitit 1990, Reç Kastratin. Në Malishev, momentin kur është kry kjo tragjedi në vërtet, ky terror që ka ndodhur në Malishev, themi ashtu, në organet e kemi vlerësuar, nuk ka pas kur far tubime. Prandaj s'ka pas kur far shkasi me intervenue. Bani sensibilizim i madh duke falendruar edhe mjetet elektronike të shkruar ato, edhe duke falendruar edhe Kuvendin Komunal të Malishevës së zyrtarët asaj kohe, Daud Krasniqi, Reç Kastrati, Xhamali Bajra dhe të gjithë tjerët për herë të parë e thyen edhe u thyen me politikën e Serbisë ishte instaluar në Kosovë. Malisheva dëshmoi se mbi gjakun e dëshmorëve Hysni Abdullah Mazreku dhe Alidin Kryziu ndërtoi qendresën më të madhe institucionale në nivel të Kosovës. U nis shembja e ish Jugosllavisë artificiale. Gjaku i Alisë dhe i Hysnis me të vërtetë ka qenë bërthama e dridhjes e Jugosllavisë atëhershme, edhe ka qenë, si të them, bombë në nivel të Kosovës, pasi që shumë ngjarje që deri atëherë kanë ndodhur nuk e kanë marrë dimensionin që me të vërtet ka qenë i devotshëm. Masiviteti dhe intensiteti i lartë i demonstratave në komunën e Malishevës dhe ato që sillen pasaj kanë edhe një arsye tjetër për faktin që udhëheqja komunale atëherë e Malishevës, udhëheqja komunale e Malishevës ka qenë tërësisht në shërbim të popullit dhe bili.
kanë drejtuar dhe kanë qenë pjesëmarrës aktiv të atyre protestave. Domethënë si udhëheqje komunale që ka qenë e pazakon në atë kohë në Kosovë. Është udhëheqja e parë komunale të strukturave të atëhershme të pushtetit, cila ka qenë me popullin. Udhëheqja e komunës së Malishevës shpalli 31 janarin e vitit 1990 ditë zije. A ditë ne kemi vendosur një grup shokësh që varrimi i dy dëshmorëve tanë bën varrim publik masiv dhe populli në mënyrë spontane. Në mënyrë spontane më parë i ka përgjigj varrimit në Malishev të Isniut, pastaj edhe të Aliut në Bubavec dhe gjithashtu unë kam propozuar që këta dëshmorë të mbulohen me flamurin kombëtar. Hajrullaj si shokin imi i studimeve, Hesine ka pas djalë vëllaut, po ashtu babai Abdullaj ka qenë sikur, si më thonë, si prindi yni, një që ka kujdes shumë për ne. Dhe unë e shija si komunikimi jema ka qenë komunikim familjar me këtë familje dhe kam propozuar që arkivoli i Isniut duhet të mbulohet me flamurin kombëtar. Dhe të bëhet varrim publik dhe të ketë fjalime publike për jetën e veprën e tyre. Atë ditë në Malishev, me nderime të mira qytetarëve të trevës së Llapushës, të mbar Kosovës, por edhe të viseve të tjera etnike shqiptare, u bë ceremonia e varrimit të dëshmorit Hysni Avdullah Mazreku. Në ditën kur bëhej varrimi i tina, kemi bisedu me shumë shok në atë kohë, se si të bëjmë një përgatitje dhe si të dalim para popullit. Ndihmën më të madhe më ka dhënë dëshmori Hamdi Berisha, që kemi ndajdejvo natën duke i përpunuar ato fjali, ato mendime, derisa kemi ardhur në përfundim me një fjali e cila jepte me kuptu mjaft para popullit se Serbia mjaft nuk do t'i shkoj më kështu, edhe më të vërtet ajo nuk i shkoj. Edhe pas varrimit të Hysniut, në këtë mënyrë ka vazhduar varrimi i Aliut. Ndërkaq në vendlindjen e tij në Bubavec të Malishevës, me nderime u bë varrimi i dëshmorit Ali Din Kryeziu. Edhe këtu pjesëmarrja ishte shumë masovike dhe kishte një mesazh të qartë për Beogradin. Ali Dashi, popull i Shqip të tri. Derisa të përcjellin me shenjën e përshëndetjes së fitores për demokracinë, derisa po të përcjellin si dëshmor për demokracinë, ndalmi me bindje se populli dëshiron të jetojnë demokraci dhe liri. Por nëse është nevoja edhe të vdes për demokraci, liri dhe barazim. Lavdi qoftë. Po varrosim sot tragjedin që ndodhi këto ditë në rrugët e Malishevës. Po varrosim këtë tragedi që mos përsëritet kur në botë. Nuk dëshirojmë që nga kushtetuta e tankseve për ditë të vijen lullet më të bukura të popullit tonë. Trimat po japin lam të mirën e fundit. E ne populli atyre u themi me këngën popullore. Aty ku gjaku juaj ra, do të vjen shi e s'ka me la, do të nxen djeli e s'ka me tha. Ne nuk mojmë mend në Kosovë, deri atëherë, deri në 1990, prej futjes së komunizmit jugosllav, që ndonjëherë mojtë ndonjë varrim publik, varrim solidarizimi, varrim mbështetje e masiv. Ka ndodhur shumë rasti në Kosovë në kaluarën, po varrimet nuk i bën me ceremoni popullore, po i bën jashtëzakonisht msheft ose me pak njerëz ose ndalu njerëzit që të marrin pjesë në varrime. Këto varrime morën për masa kombëtare gjithë anë trojave etnike ka ishin. Prandaj ishte një varrim shumë i madh, një varrim shumë dinjitoz, një varrim shumë me dhimbje të mëdha për cilë dhe me një mesazh se populli i Kosovës më në fund duhet bashkojë edhe duhet të bëhet bashkë të përballon ty në sfidave të mëdha të pushtetit serb. Unë besoj ka qenë kthej sepse për herë të parë, si po them për herë të parë në Kosovë në 1990 duke i dhënë motiv kombëtar, ashtu si që ishte, duke i cilësuar dëshmor ata që kishte vrarë pushteti jugosllav dhe një varrim masive publik që morën pjesë nga këtë Kosova, pastaj nuk e ndal, ka pas varrime të ushtarëve që vra nëpër komuna të ndryshme nga Malisheva, pastaj në çdo komunë të Kosovës, kudo që ka pas viktima nga terrori i Jugoslav dhe serb, kanë vazhduar të gjitha varrimet të kthehen në të bëhen publike dhe në një farë mënyrë të mytet ajo frika
që ka qenë dikur se të ndalohen njerëz në përvarrime. Udhëhecit e atëhershëm të komunës së Malishevës, Daud Krasniqi, Req Kastrati, Sali Krasniqi, Gjemajli Bajra, Halit Kryeziu, Selim Krasniqi e të tjerë, kishin kërkuar takim të jashtëzakonshëm me udhëheqjen e atëhershme politike të Kosovës në Prishtinë dhe në mbledhjen e Kuvendit të Kosovës më 6 shkurt 1990, kërkuan përgjegjësi ligjore për vrasjen e 2 të rinjve në Malishevë dhe plagosjen e 10 të tjerëve. Ata kishin kërkuar takim të jashtëzakonshëm edhe me kryetarin e atëhershëm të kryesisë së Kosovës, Hysen Kajdomçaj, dhe kryetarin e kryesisë së Jugosllavisë, Janez Drnovshek, i cili ishte në vizitë në Prishtinë. Me datën 2 shkurt 1990 jemi taku me Drnovshekun. Ka kërku që të shprehem ngushëllimin e qytetarëve të Malishevës, ka premtu se do ta ngrisë këtë çështje edhe në Prokurorinë Federative, edhe kemi pas informacione më vonë se e kanë ngrit. Edhe udhëheqja e Malishevës atëherë e kanë dërguar në Prokurorinë Qarkut të Prizrenit atëherë dhe kemi kërkuar të iniciohet procedura ndaj kryqëzve të kësaj masakre, por dihet ngjarjet që kanë shkuar dhe ka blloku Serbia. Më e rëndësishme ka qenë mbajtja e seancës së Kuvendit me 6 shkurt 1990, unë dhe Gjemajli Bajra edhe Halit Kryeziu jemi ngritur kamë me zot lart, kemi kërkuar pse s'lejohet, a jemi në Kuvend, ne duhet të debatojmë për çështje, kemi çështjen e paraqit. Edhe kom përshkruar gjendjen krejt, se si ka ndodhur. Ndër tjera, kom thonë se kjo është vani propaganda zezë nga Beogradi, çdo gjë që shihet që është shqiptare, për ta është e keqe, e papranueshme. Ata kanë insistuar se do të formohet një komision federativ, edhe t'i besojmë atij komisioni. Unë kom thonë nuk i besoj. Prej orës 10 kemi diskutuar deri në 10 të natës bromës. Edhe në këtë seancë është më rëndësishme se sakrifikimi i dëshmorëve që përmendën të plagosur në Malishevë, ato ngjarje që kanë ndodhur në Malishevë, mendoj që kanë ndikuar në Kuvendin e Kosovës, që nga kjo seancë është ndryshuar çështja ndaj gjendit të ditës. Zëri kryengritës i të rinjve dhe të rejave të komunës së Malishevës dhe pozicionimi i përfaqësuesve institucional të kësaj komune në mbështetje të protestuesve dhe kërkesave të drejta të tyre, bëri që edhe në komunat e tjera të organizohen protesta të tilla, kurse delegatët shqiptar të Kuvendit të Kosovës dhe ata nga komuna e Malishevës iniciuan edhe miratimin e deklaratës kushtetuese për Kosovën, njësi e barabartë në kuadër të Federatës së atëhershme jugoslave. Është formuar një grup i delegatëve atëherë prej intelektualëve, oratorëve të mirë, Muharrem Shabani, Bujar Xhuxhallo e shumë të tjerë. Edhe kemi shkuar deri me 2 korrek. Është marrë deklarata kushtetuese për pavarësi, edhe ka pas një jehon madhe. Çfarë biseduat në atë bisedë dhe çfarë qëllimi morën? Ne në kërkesën e delegatëve të Kuvendit Krajinor u formuar një grup prej 7 anëtarësh, komunaj delegat, edhe shkuam te shoku Jusuf Zenullahu, kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Kuvendit Krajinor. Sekretari i Këshillit Ekzekutiv të Kuvendit Krajinor thotë se unë nuk e dije kush ka urdhëruar që dyert e Kuvendit Krajinor me qëllim që delegatët e Kuvendit Krajinor mos hinë në sallën solemne, nuk di kush ka urdhëruar që ato mos sillen. E njëkohësisht, sipas fjalëve të tij, ata janë duke bërë përpjekje me organet krajinore që të bëhet e mundshme delegatët e Kuvendit Krajinor që të hinë në sallën solemne edhe të punojnë punën e vetë delegatët, kuptohet ta kryejnë ato për çka dhe kanë ardhur. Kuvendi i Kosovës solemnisht shpall deklaratën kushtetuese mbi Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabartë. Dhe ne kemi vazhduar pasaj aktivitetin ton, politik, human, riorganizimi atëhershëm të shtetit paralel, distancimi nga pushteti serb, kanë ardhur pasaj grevat e shtatorit, ishte krijuar elita politike e cila
kishte filluar që të bëjë distancimin e plot nga pushteti serb. Se djemtë e vashat e Llapushës ishin të vendosur në realizimin e aspiratave shekullore për liri e pavarësi, dëshmon edhe organizimi i rezistencës së armatosur, udhëhequr nga ushtria çlirimtare e Kosovës, e cila në pranverë të vitit 1998 gjeti mbështetje të fuqishme nga populli i kësaj ane. Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Betohem. Se do të luftoj. Për shlirimin e tokave të pushtura të Shqipërisë. Nëse dikun ka pas leti me organizu, nëse dikun ka pas leti me gjetë mbështetje, srehem, fuqizim edhe mbështetës ka rajoni Llapushës, dhe kjo ka dëshmuar lufta shqiptare ku janë me mia djem vajza që mënyrë aktive kanë marrë pjesë në luftën shqiptare, sikur që nuk ka fshat dhe lagje në rajonin e Llapushës që ka qenë aktive në mbështetje të luftës shqiptare të Kosovës. Aty nuk ka, si më thonë, nuk ka është me bodallim, është në tërësi ky rajon ka qenë në shërbim të televizjeve kombëtare deri te lufta shqiptare e Kosovës. Edhe familjarët e ngushtë të dëshmorëve të lirisë Ali Kryeziut dhe Hysni Mazrekut përmbushën amanetin e tyre dhe ishin aktiv në projektin më të suksesshëm të kombit shqiptar, luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Organizimet tona që kanë rezultuar mandej me një organizim përgjithshëm edhe me një sabotim të përgjithshëm që ja kemi bën Serbisë dhe me vonë që ka rezultuar dhe të kemi edhe një luftë e ushtrisë shqiptare të Kosovës me krijimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe nga këto familje kanë dalë luftëtarë. Me fillimin e luftës shqiptare, ushtrisë shqiptare të Kosovës ishën pjesëmarrës të gjithë vëllezërit, familja, djemtë e agjallarëve, ishëm pjesëmarrës edhe e vazhduam amanetin e Aliut që ka pas gjithherë, ka pas në mendje dhe në shpirt për shlirimin e Kosovës. Unë kam qenë në ushtrisë shqiptare të Kosovës bashkë me Migjen edhe dy djemt të agjallarëve. Do të thotë amaneti i Hysniut e Aliut ka shkuar në vend. Si vëllezër tyne jemi betu që ne rrugën e tyne do ta vazhdojmë deri në fund, deri në shlirimin e vendit, kështu që jemi edhe pjesëmarrës luftës shlirimtare, ushtrisë shlirimtare që ka qenë periudha më ndryshme. Populli i Kosovës ditë më rështu, ditë me gjetë veten edhe ju ndërvuan politikës së Serbisë përgatitja e popullit në mënyrë definitive të formimit të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, e cila lëvizje pra u angazhu edhe bani atë punën e vetë deri këtu kemi sot. Tu e falendëruar të madhin Zot edhe gjithë gjakun aty në Qaran, të troje dhe gjithë ata që kontribuan në realizimin e aspiratave tyne shokollore kombëtare. Gjatë periudhës luftës Malisheva ka qenë një ndër zonat më të organizuar, një ndër zonat para të lira. Komuna Malishevës e ka furnizuar gjithë të region, ka qenë shumë organizuar në luftë, gjithë ato pika që janë krijuar aty në ushtarëve që kanë qenë shumë rezistentë dhe kanë qenë përkushtuar, edhe të gatshëm me jetën për këtë vend. Kosova tashmë është e lirë dhe e pavarur dhe po e vazhdon rrugtimin e saj drejt integrimit euroatlantik, falë sakrificës dhe gjakut të dëshmorëve të lirisë. Nuk është veçaj, po janë shumë prej Kosovës, shumë vëllezër, shumë djemë që ju kanë dhënë tonë, po kanë shkuar për liri edhe na sot jem ku jem. Krenore që kam dhënë për këtë Kosovën. Me momentin që është shiru Kosova, amaneti tyre ka shkuar në vend. Malisheva dha 74 dëshmorë për lirinë e këtij vendi dhe ne sot do ta nim vetin mirë në atë kontribut njerëzve që kanë dhënë për kontribut të gjitha periudhave, edhe të burgosjeve, edhe të maltretimeve, të njerëzve që kanë punuar maltretime, s'e ndërzuar asnjëherë, po edhe të jetës që kanë dhënë njerëz që është diçka më sublime dhe më vlefshme për lirinë e këtij vendi. Pas çlirimit të Kosovës, me vendim të Komisionit Qeveritar, Ali Kryeziu dhe Hysni Mazreku janë shpallur dëshmorë të Kosovës dhe kanë marrë mirënjohje të shumta nga institucionet qendrore dhe ato lokale. Në vendlidjet e tyre, rrugët mbajnë me krenari emrat e këtyre dëshmorëve të lirisë,
Po ashtu, në shenë respekti dhe përkujtimit të dëshmorëve të 30 janarit të vitit 1990 në qendër të qytetit së Malishevës, jo fort larg shtatorës së komandantit legjendar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Adem Jashari, pikërisht në sheshin e dëshmorëve të kombit është vendosur pllaka përkujtimore, ndërsa në vendindjet e tyre në Bubavez dhe Malishev janë ngritur edhe lapidarët e lavdisë së përjetshme. Dëshmorët e parë të Lapushës, kryengritëse, do të përkujtohen me pietet të lartë nga qytetarët e Lapushës, të Kosovës dhe nga mbar kombi ynë, si dhe do t'jenë shembull për të gjithë brezat për sakrificën e madhe në rrugtimin e gjatë drejt lirisë e pavarësisë sonë.